Më lejoni që të ftoj Presidenten e Republikës Kosovës, shkencësinë e saj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, njëherën komandantën supreme të Forcës Sigurisë së Kosovës, për një fjalë rasti. Shumë të dashur qytetarë të Republikës sonë, urime dita e pavarësisë, urime 18 vjetë shtetë. Shkëlqësia juaj, Zotri Perambegaj, President i Republikës Shqipërisë, e nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, zonja Alblena Gjiu, i nderuar komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Zotri Bashkim Jashari, dërit e popullit tonë mënyrë demokratike e shpallën Kosovën, shtet të pavarur në një mbledhje historike në kuvendin e vendit tonë. Sigurisë, rrov Forca e Sigurisë Kosovës, rrov Policia e Kosovës, rrov Kosova Republikë, urime të mëdhetori pavarësisë së vendit tonë, zuar dhe ju falenderoj shumë të gjithë. Gatshëm për parakalim, raporton General Major Cigaci. Filloni me parakalimin general. Parakalojnë pjesëmarrë të kohës ceremoniale për zgjedhur dhe trup elite përgatitur për trajnuar partite politikoare organizuara në nivel shtetëror. Komanda e logjistikës parakalojnë pjesë Komanda Kombëtare e Forcës Sigurisë Kosovës me njësitë specializuar në kërkim shpëtim dhe mbështetje ushtarake dhe mbështetje në operacionet e përgjithshme së vendit. Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së forcave trankësore të regjimentit të parë, të trajnuar dhe të përgatitur me standardet dhe doktrinat e NATO-s, të valituar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Të forcave toksore, valituar me standardet më të larta dhe doktrinat të NATO-s, të gatshëm për të përmbushur misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës sonë.
Duar dhe të katë shumë të misionin e tyre fisnik për mbrojtjen e Kosovës. Tani, para jush janë operacionet speciale. Njësi e përgatitur dhe trajnuar për të kryer misione komplekse jo konvencionale me precizitet të lartë për përmbushur objektiva operacionale dhe strategjike me interes të Republikës Kosovës. Garda e Nderit e Policisë Kosovës. Njësi e specializuar e përbërë nga orkestrar të njësine speciale në kuadrë të Policisë Kosovës e të kuadrë të Policisë Kosovës. Policia e Rendit Publik e përbërë nga Policia Patrulluese dhe Policia Trafikut. Misioni e tyre është të ofrojnë zbatimin e ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase, në dhe qetësi publike brenda secilit rajon policor. Njësia për Ndërcisë Kosovës të trajnuar dhe të përgatitur për operacione speciale. Drejtoria për mbrojtje të afërt. Njësi elite speciale për ofrim të përcjelljes së sigurisë e personaliteteve të larta shtetërore, si dhe për delegacistan ekipi taktik kundër sulmues i cili angazhohet në rastet të rrezikshmërisë të lartë. Drejtoria e njësive speciale intervenuese janë njësi speciale elitare të policisë si antiterrorizëm, me të kangjeve në rastet të përcjelljes së sigurisë. Njësia kërë dhe njësia për si dhe për kontrolluar turmat dhe parandalimin e kryerjes së veprave penale me veçantë të trajtarë për zbulumin e këtyre mjeteve për pritjet ceremoniale të organizuara me protokoll shtetëror. Këtyre sistemeve të zjarrit direkt, si të mbështetjeve të zjarrit. I pajisur me sistemin e monitoris automatike në 20 mm. Ky sistem e rrit në duhetin i komunikimit komand dhe kontrol. Ky sistem e evaluar informativit në zonën të rrugës në realizimin e operacionit ushtarak në përshpëndrim në të gjitha angazhohen në përcjelljen e delegacioneve dhe personalitetet të të larta shtetërore që vizitojnë Republikën. Autoritetet që përdoren nga njësitë operative që kontrollimit dhe intervenimit në zonat të rrezikshmërisë të larta në terrenet të vështira malore. Autorita sheta përdoren nga njësia gjatë patrullimit dhe intervenimit të shumë të lartë.
që përdojnë nga njësitë operative për menaxhimin e ndihmave Thank you.